Seanca e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen plumbiar u shoqërua me tensione mes të pandehurve Xhulian Hoxha dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej. Pjesë e debatit është bërë edhe një prej akuzuarve të tjerë, i cili nga kafazi në sallë foli për kreun e SPAK-ut Altin Dumani. Petrit Qoli e krahasoi Dumanin me prokurorin italian të antimafias Giovanni Falcone, duke bërë shenjë dhe puthjen e duarve, por kuptimi i deklaratës dhe veprimeve të tij mbetet i paqartë. Giovanni Falcone shqiptar, Altin Dumani, drejtuesi i SPAK-ut, e ka pasur lapsus që gjykata vendos çfarë do prokuroria. Unë kam besim te ju se jeni dhe vazhdon bën shenjë puthjen e dorës. Ndërkohë, ditën e sotme i penduari i drejtësisë Erion Alibej vazhdoi dëshminë e tij duke rrëfyer ngjarjet kriminale që kanë tronditur vendin ndër vite. Ai bëri deklarata të forta, sikurse ajo që Suel Çela ka paguar edhe gazetar në vend për të njollosur familjen e tij. Alibej kaloi sot edhe tek motivet e konflikteve mes grupeve kriminale në Elbasan, si edhe të vrasjes së vëllait të tij dhe dy të tjerëve në ato që njihet si masakra e Bradasheshit, ngjarje ndodhur në vitin 2018.